Lapsi në dorën time, prek fletën si shkrepsja në dorën tënde që ndes cigaren. Është akoma dimër. Lulet s'kan qelur, e megjithatë në balkon frye një fllad i freskët pranveror. Flokët i kam mbledhur dhe kam veshur këmishën tënde. Shkruaj në këtë fletë e herë ndaloj mendimet për të vështruar se si e ulur përballë meje dhe po shkruan diçka në kompjuter. Është e çuditshme se si një natë e freskët prilli para shumë kohësh na solli këtu. Nuk e kam fjalën për këtë balkon të këtij apartamenti që mban gjurmët e lëkurës son, të ngjeshur afër njëri tjetrit kur fryma jon ishte një. Aty ku sa herë kemi ndarë mendime, ëndra, sharje, qeshje, dashuri, inat. E kam fjalën për shpirtrat tanë të kulluar. E kam fjalën për atë stacion treni që më bëri të ndalem tek ti. Për atë kat të asaj ndërtese spasmodike ku të gjeja. Për tërë ato letra tek të cilat kam zbrasur ndjenjën time. Ndjenjën ton, frymën ton, ekzistencën e kësaj vorbulle në të cilën ram, e dashurinë e cila na nxorri nga ajo vorbull. Për tërë lamtumirat që kemi thënë e që kurrë nuk i kemi mbajtur. Më thuaj, në mos qoftë kjo dashuri, ç'treq mund t'jetë dashuria atëherë? Je lodhur duke më dëgjuar? Shpresoj që jo. Këto shkrime, këto poezi, këto shkronja, ky zë, kjo dashuri, kjo është jeta ime, atë dheu im. Si mund vallë që njeriu të mos e adhuroj e lartësoj atë dheun e vet në çdo varg? Në anën tjetër të tavolinës, dëgjoj të thuash diçka, pas së cilës pasoi një e qeshur. Qesha edhe unë, edhe pse të dy po punonim. I kthehem përsëri fletës me një buzëqeshje. Se e çuditshme që qenë ka jeta e njeriut. Ku shko ka fati e si të rrëmbe kalumi. Të them të drejtën, doja të shkruaj një poezi të bukur. Por fjalët nuk më lidheshin njëra me tjetrën dhe sikur vargjet mbanin inat që nuk afroheshin. Prandaj, poezi ka kohë që s'kam shkruar. Mos më mbaj inat, e till jam ndonjëherë. Më duket vetja si Dostojevski i dëshpëruar, apo një poet pa stil. A nuk e sheh sa kot kam shkruar? As vet nuk e di se ku dua të dal. Por ndonjëherë kam nevojë më së shumti të shkruaj, pikërisht atëherë kur kam më pak për të thënë. Ja, mos u shqetëso. Tani me të vërtet përfundoj së shkruari, sepse më kërkon të ulem pranë teje. Thua vallë, vërtet ju bëm ballë të gjithave dhe tani vërtet jemi këtu, pranë njëri tjetrit, të thjesht, të përditshëm, njerëzor, në këtë apartament, në këtë balkon, në këtë të tashme që dikur ishte vetëm një shpresë së ardhmes. Vërtet erdhëm këtu, pa ndihmën e askujt, unë dhe ti kundrejt gjithë shkaje dhe të gjithave. Sa ëndra vallë kam ndërruar për të zgjuar pranë teje. Sa herë kam hamendësuar se si do të lind dielli në krahët e tu. Sa herë na shoqëron të shiu të cilit ja kam mbyllur dritaren nga xhelozia se mos prek lëkurën tënde. Sa herë të kam kërkuar e sa të kam gjetur. Sa herë më ke humbur e sa herë je kthyer. Kaq shumë jetë pas kemi jetuar, e prap kemi kaq shumë ne për të pasur.